nxen rryma nëse Mos brek. në një vend prodhohet energji solare. Po veç mujna me prit që ka mu harxhu thëngjilli, apo? Kur na gjohet dielli më Baba i sistemit solar. Se tash mujnë me na urrok feministët dhe jo baba po nana. Dashur shikues të RTI-s, jemi në fshatin Zahaq të Pejës, në një vend ku prodhohet energji solare. Bashkë me një inxhiniere e cila ka më na shpjegu në detaje çka është energjia solare, sa është e rëndësishme për vendin tonë, çysh prodhohet e shumë çka tjetër. Besa kjo jo veç që është inxhiniere, po është në top 20-shën e inxhinierëve më të mirë të botës për energji solare. E për mua jo veç që është kënaqësi që po më realizu këtë historie, po jemi kënaqur derisa kemi ardhur në Pejë. Genta Alia Ishala, Gent mirëseve. Edhe faleminderit për kohën. Faleminderit shumë, gohen e kënaqësi me të prit edhe me realizu një historie bashkë me ty. Për ndryshe edhe drejtoresh e Alfa Solarit, një kompani që prodhon energji solare. Apo vjen? Jena kompani që projektojmë, instalojmë, montojmë edhe dizajnojmë sisteme solare. Edhe vëdisojmë gjithashtu. Plus. Apo jek syzat pak në të shohin shikuesit pas syzat? Pas syzat. Edhe dashur shikues, me thonë të drejtën, edhe unë shpeshherë kam mjegullina të çështja e energjisë elektrike. Po mendoj edhe energji solare dhe prodhimit e energjisë, besa tash kohëve të fundit ne kanë bërë lëmsh edhe kekun, kecin, keskon, ajde diçka që njëri kur nuk e din çka. Prezentoj. Gjithë, po mendoj qytetarët e kanë pamundur me pas një qartësi të mendimeve në këtë rrjedhë, po megjithatë energjia solare është diçka që sa herë dëgjojmë na bën me kuptu gent që është e mirë për ambientin, nuk e ndot ambientin, funksionon me rreze të diellit, e tjera. Bilim kujtohet si fëmijë në fshatin ton i kanë pas 2 panele solare dhe thëshin ata të pasën kanë qenë. E kanë shpijen me rreze diellit, domethënë i ngrohin ujin e gjithçka. Na ardhke si që di, cila është e vërteta energjisë solare? Gohen e energjia solare ndohet në fakt në 2 kategori. I kena panela solar termik edhe fotovoltaik. Nashta ke pa rrugës për Shqipni që janë do panela solar në përkulme që kanë edhe një bojler. Parimi që aty në panela solar është me ngroh ujin sanitar. Tash, ndomja tjetër janë panelat fotovoltaik. Që duhet më kanë qëta qëto? Që duhet më kanë qëta qëto? Panelat fotovoltaik, parimi tyne është me prodhu energji elektrike. Tash, qëta panela që përshojmë qëto dhe që ky plantacion solar që është këta janë panela solar fotovoltaik. Do me thonë janë të asisoj që me prodhu energji elektrike përmes rrezeve diellit. Kisha mujt edhe pak a shumë ju tregu se çysh buhet që ky sen, do me thonë. Do me thonë që tu të nxen rryma nëse Mos brek. Jo, nuk do me thonë. Do me ky është një panel solar fotovoltaik. Edhe çysh është parimi i tij? Na kena një që janë burime të ripërtritshme të energjisë. Apo çka po nën kupton të ripërtritshme dhe të paripërtritshme? Ripërtritshme është kur burimi nuk shtjerret. Do me thonë mirë drejt për diell. Po dhe nuk harxhohet. Na nuk mujna me prit që ka më na u harxhu dielli çtash. Po veç mujna me prit që ka mu harxhu thëngjilli, apo? Kur na gjohet dielli më shkum. E patëm, sidoqoftë, do me thonë, burimi kryesor është i pashtjarshëm. Edhe për çfarë arsye quhet energji e ripërtritshme. Për shkak që vazhdimisht ripërtrihet. Panelet solare, edhe emrin që e kanë, na tregojnë që burim të energjisë e kanë diellin. Po ç'është ndodh ky fenomen? Fotonet e dritës vinë dhe e godasin panelin solar. Tash ka buhet. Kur e godasin panelin solar, këtu fillon mu kriju dukuria e rrymës. Tash ka ndodhur. Që kjo energji që e prodhon ose që ky rrymë që e prodhon është DC, është direkte. A do të thotë kjo që na domosdoshmërisht që të rrymë mujna me përdor shpe, domethënë përmes panelave solare, mujna me shti direkt shpe? Jo. Na duhen edhe dosene tjera me shtin sistem për me mujt me dalë na me shti shpe. Çka vjen? Shtëpiat na e dina krejt që thonë na kena AC tensionin apo. Tash ka ndodhur, duhet me shti një pajisje konvertuese, që i kemi çatje, që ta shkojmë edhe e vizitojmë, që përmes asaj pajisjes tensioni DC, rryma DC shndrohet në AC alternative, edhe automatikisht na mujna me përdor në shtëpia të ndryshme. Po çfarë është parimi i plantacionit? Parimi i plantacionit nuk është me konsumu energjinë në shtëpia ose në biznes ose diçka të ngjashme. Parimi i keq i plantacionit është mu bë shitja e energjisë. Do të thonë shitja bëhet direkte e energjisë elektrike, e cila prodhohet në çet plantacion këto. Shitet varësisht çu është bë marrëveshja. Ky projekt këto është bë me tarifë nxitse feed-in tarifa që ka qenë më herët. Feed-in tarifa ka qenë një tarifë nxitse në atë kohë që është bë, edhe të cila ka pas disa projekte të kapaciteteve të mëdha që shesin energjinë elektrike. Fakt që ky projekt, pjesa e parë e projektit, është prej projekteve të para në Kosovë që janë bë sa i përket sistemeve solare në shkallë të madhe, do të thonë shkallë gjerë. Kjo për bjen që kush ka me përfitu energji elektrike prej
krejt që ti plakacion. Krejt qytetarët pak a shumë prej çdo sistemi të burimit të energjisë së përtretshme përfitojmë krejt. Për shkak që energjia që merret konsumohet përmes burimeve të ripërtretshme, e jo përmes energjisë standarde me thënë gjë. Sa e ka lehtësu që ky projekt furnizimin me energji elektrike? Po ky projekt përafërsisht është dikun pjesa parë, dikun nashta po flasim 1300 kW ose 1.3 MW. Nëse po flasim për kapacitetin e tillë, nuk është ndaj sistem shumë i madh. Nuk është enorm i madh që dihet, po sidoqoftë është për projekteve të para më të mëdha që është në Kosovë. A do të thotë kjo që është një nismë që me pas në të ardhmen lehtësime edhe më të mëdha, mja marrë dorën ashtu edhe më shumë energji solare që më ndiku kjo direkt edhe në uljen e çmimit, se kohë të fundit po vrejna një revolt të qytetarëve për ngritjen e çmimit të energjisë. Në fakt revoltë është, po rritja e çmimit të energjisë është e pashmangshme. Sidomos na që jemi një popull, po thojmë kështu, për shkak që s'kemi opsione tjera, po ngrohjen e bojna me energji elektrike. Nuk duhet me konë që ky parim taman standard. Për shkak që kjo po shkon edhe për rrit konsumin jashtëzakonisht shumë. Mandej çka po ndodh, na si shtet nuk po mujna me mbulu çit prodhim. Domethënë Kosova, nëse po flasim me prodhim të energjisë elektrike, i kem 2 termocentrale apo, që ta na është hajde daj qysh një 800 MW na japin. Dimni sa po na shkon konsumi 1600 MW. Domethënë na jena një shtet që importojna energji. Nuk mujna na energjin komplet, po thojna sidomos periudhën e pikut me prodhu vet. Edhe çka duam me bugane? Opsion me bë termocentral nuk kena mu. Për shkak që jena të shku drejt direktivave të Bashkimit Evropian. Me shku drejt direktivave të Bashkimit Evropian, çka duam me bë? Çashtu. Duam me ul, domethënë emetimin e dioksidit karbonit. Qysh mundna me bë çat sen? Veç përmes integrimit të burimeve të ripërtretshme të energjisë. Tash Kosova i kemi, po thonë ana pasuri, ndoshta më thon pasuri, që i kena mundësinë me gjeneru energjinë elektrike përmes 2 burimeve të ripërtretshme. Diellin edhe erën. Domethënë Kosova që to Shqipëria e ka edhe ujin, po na nuk e kem. Na jena mes qytyne të dyjave. Tash plani qysh është? Shteti ka bën një strategji të energjisë që është një target shumë i guximshëm, që nuk jena bashkë të shku drejt çati targeti, po okej, në rregull, dikun ka planifiku deri në vitin 2031 me i bu 600 MW me solar, edhe dikun 600 MW me turbina terës. Diçka që i bjen tamam bashkë ka shpenzimeve që i bëjmë vetë. Po, plus, do me thonë, mi ul ndotjen e emetimeve ose dioksid karbonit. Pe morëm një shembull thjesht, se këta, përpos që na ndihmojnë pavarësim energjetik, këta nive na ndihmojnë edhe me mbrojtje ambiente, se na thon kohës thojmë që sistemet solare na ndihmojnë mbrojtjen e ambientit, po qysh? Për shembull, supozojna një sistem standard 100 kW. Çdo kilowatt-orë që prodhohet përmes solarëve, na e kursejmë emetimin e dioksidit karbonit dikon nashta prej 0.7 deri 1 kg. CO2 nuk prodhohet. Domethënë e kursejmë. A dina sa është 0.71 kg veç për 1 kWh që prodhohet, që është vlerë shumë e vogël. Domethënë me ton CO2 kursehen veç për një sistemit, një fabrikë standarde që e shohim Prishtinë. Tash kjo çka ka dhe ekuivalent? Morëm ekuivalent me pemë. Sa na japin dobi dikun 4000 pemë ambientit, çka që jep një sistem solar me 100 kW që është standard tu het që kënej tu shku për Prishtinë, mujna minimum një 15-20 fabrika mi pa që i kanë një sistem prej 100 kW. Kështu që a ka dobi, ka shumë dobi. Përpos që ka dobi në uljen, po më jo në uljen, po në reduktimin e pagesave të energjisë elektrike, të kostos, gjithashtu edhe për shkak të ambientit, për shkak që na po kujdesim edhe po e mbrojmë ambientin. A munden njerëzit edhe në për shtëpitë e tyre me i instalu energjinë solare? Po, patjetër. Bizneset Fakt, bumi më i madh i instalimeve solare në Kosovë ndodh për bizneseve. Pse? Se ideja është që këta paguajnë vlera shumë të larta të energjisë elektrike. Edhe me instalimin e sistemit solar, këta i reduktojnë fakturat e energjisë elektrike 70%, 80%, 90%. Edhe një investim për një fabrik, një industri, për më kthy që ai investim llogaritet, po thojna dikun ka 4 vjet, përafërsisht 4, mundet me shku 3, mundet 5, krejt varet për orientimit çashtu. Edhe nëse na e kthyrëm pjesën e ndërmarrësisë, për 3-4 vjet më kthy investimi, a ka ndaj sen që kthehet më shpejt? Edhe është një kthim i sigurt i investimit, se na investuan në plot sen, po nuk dihet a kena me pas çat investim të kthym pa. Apo, amo ky është një investim që dihet sigurt që ka më kthy. Sot kena ndjell. Edhe më nuk ki nevojë më marr me atë. Çashtu, do me thonë edhe plus tjetra çka ndodh. Nuk afektohemi shumë për ndryshimin e çmimit të energjisë elektrike. Për shkak që pjesën më të madhe të energjisë elektrike jena tu e gjeneruar më vet. Edhe nëse ndryshon tepër shumë çmimi i energjisë elektrike, që pra po thojmë është e pashmangshme që ajo rritje e çmimit të energjisë, nuk është që na kena mu penalizu çat shumë për ndryshimin e çmimit të energjisë elektrike. Sa i përket bizneseve kjo. E për shtëpia. Për shtëpia po është pak një problem, pse pe kena prezent
të vëshën. Nuk po na hek shteti hala. E për një familje me pas barën e pagesës të vëshës është tepër shumë, 18%. Është dhe shumë e madhe. Bizneset e rimbursohen edhe nuk po është problem. Mandej po ngarkohet një shtëpi tepër shumë. Një shtëpi standard për me instalu një sistem. Pe marrën 5, 6, 7 kW, mundet mu sill dikun 5.000 deri 7.000 me bateria. Është si vlerë fillestare, pak e pa përballueshme, sidomos për ekonominë e rënduar na që na e kena si qytetarë. Është dikuj që po mrin në herë me 300 euro rryma veç mas dimrit, edhe për ata nuk është që për 2 vjetë e kthen. E që kjo për shtëpia nuk është që kjo njëjtë këthimi njëjtë investimit. Për shkak që... për shtëpia rritet, do më thonë, jetëgjatësia, i rritet periudha kthimit investimit. Për një shtëpi standard, nështë po thojmë nështë 9-10 vjetë, vot kthimi investimit, mundet më shku 12 vjetë, krejt varet për çmimit të... E na të këto planifikimet kohore të gjata e kena pak për shkak të mirave materiale që i gëzojmë, si që një natyre. Sidomo, çka është e rëndësishme shumë, është e rëndësishme gane që shteti duhet me dhonë subvencion, mi u ndihmu. Se pra po thojmë është problem me dal një familje dhe me i bloku mjetët për një sistem solar. Për pos ata që nështë i kanë ekonomin pak ma të mirë. Edhe që ka ndodhë tani, si rrjedhim përfundojmë të mos pas shumë investime në për objekte rezidenciale. Veç për shkak çmimit nalt edhe mungesës subvencione. Në për shkolla, në për objekte publike, zakonisht apo instalohen, këto dalin si tenderët hapuna, varësisht në për shkollat ndryshme, ose si projekte që vinë për organizatave të huaja, që u ndihmojnë shkollave me instalu burime të vetëdijshme. Përmende llojin tjetër të prodhimit të energjisë, kurse në për Shqipëri e kemi pa ata bojlerat, e në anën tjetër e përmende që si sfidë ose vështirësitë e nas, unë jam pak naive në këtë farë punë, dhe po konsideroj që kam shoqe që po na ndjekin, e përmende që njëna prej barrave që i ngarkohet sistemit energjetik të Kosovës edhe është çështja e ngrohjes edhe të ujit, të anvisërisë që na e përdorim, do më thonë, energjinë. A mundet më na shërbe lloji tjetër i energjisë që në Shqipëri e përdorin që m'ja lehtësu pak? A ka ndonjë zgjidhje për çet problematik? Çka mundemi me bë? Po parim përmes panelave termik çka bojmë, e ngrohim ujin sanitar. Edhe nëse rritet kapaciteti i panelit solar në kol termik, mundemi me e mbështet ngrohjen qendrore, po jo që mundemi me ngroh me panele solare. E mbështetim deri kur, po hajde po thojmë deri në 30%. Domethënë bëhet mbështetja e ngrohjes qendrore. Shpesh e nisi term që mu ngroh përmes paneleve solare, se thonë bëma një ofertë për nxemje, ajo është problem u bu. Nuk mundesh me u pavarësu në aspekt ngrohjes me sisteme solare. Po, e redukton fakturën e energjisë elektrike, po jo që mundesh me u ngroh direkt jo përmes paneleve. Parimi këtyne është, nëse ti e ke pas energjinë elektrike që e ke pagu, po thojmë 100 euro, e investon një sistem solar, e hek 50%, 30%, varet pi kapacitetit që ti e bën, domethënë e redukton fakturën e energjisë elektrike. Shgent që të grumbullohet, që kjo është ai bosi që e grumbullon energjinë prej paneleve solare. Te mirë the bosi, po unë po them që kjo baba i sistemit solar. Se tash mujnë me na urrok feministët, dhe jo baba, po është nana. Domethënë ky është një pajisje konvertuese, që quhet invertor, edhe çat energjinë që është u prodhu prej qësaj, na shndron në alternative. Domethënë që ky është një invertor, domethënë është aktualisht, për shembull mundeni me pa sa është u prodhu. Edhe pse jena që shpeshohëm temperaturat edhe është vërësira tepër e madhe, veç sa s'ja ka nisë rashi, aktualisht jena atu i prodhu dikon afër 6.1 kW për momentin në qëtë invertor. Domethënë ky është po këtu janë dikon afër 11 invertor me kapacitet 190 kW. Total që tu i kemi 1.3 MW me dikon 1.2 kW ose kilovolt amper invertor ndalje. Jemi mësuar gjithmonë kur ka pas prodhim të rrymës edhe tela të rrymës dikajnë mos e prek se kërset ose ngrihesh ose pjekësh e këto pa asnjë telashe. Po, dush kur gjë s'po dëgjon. Jo bashku dush. Nuk u dojna me prek. Nuk u dojna me prek afërsisht kablove ku janë. Është pak problem, me qenë se janë të izolume, mirë po nuk të kishu më rekomandu me bo qatë sen, me qenë se paneli solar është pa asnjë problem që mundemi me prek, invertorin po ashtu mundemi me prek, pa asnjë problem, edhe komplet strukturën bajce. Të pyeta se na tregoj punëtori kur hynëm tha delet i lëshoj këtu për me hongër barin. A ka dhe na urtësi tjetër që ato delet që arkullojnë këtu lërshëm? A e krynë edhe na i punë delet? Qëre, kësaj... Panelin solar, veç për vetë. Në parem që sa i thojnë,
anglisht i thonë glaze or glazing. Shqip s'po di çfarë emri më dhon, po ç'ky bari që peshojmë çto, duhet mu prej, apo duhet mu mirëmbajt. Për shkak që nëse arrin një distancë caktuar, mundet me na pengu në prodhim të energjisë, mundim me pas problem çastje në sistem solar. Edhe çka ndodh thash? Në perëndim edhe në Evropë edhe në botë edhe gjithkund është përdorur kjo që me i vendos delet ose gjana të tjera që me kullot edhe me e prej barin automatikisht. Që në këtë formë edhe nuk i prengojmë panelet solare, po edhe arrihet një efekt që pa pas nevojë shtesë me prej barin këto, krejt që ky bari që shpeshojmë, apo shet dikon është më i madh, dikon më i vogël, ashtu shkon në shërbim deleve. Zonja inxhiniere kemi edhe një që përmenda një mjegulli, ka një herë edhe një paqartësi të çështja e kekut, keskës, kecit. A mundesh me sqaru pak kush çfarë roli ka? Edhe çka kena shit e çka s'kena shit. Në shpesh herë dëgjojnë është privatizu, për pak parë është privatizu, ka pas protesta, kena gabu, s'kena gabu e tjera veç kur është del dikur të tjo, po këto se kena privatizu. Kështu që po konsideroj që nështë është e rëndësishme me bo një sqarim për këtë farë. Hajde tash pjanisëm prej kryesorit. E kena Kekun. Keku çka është? Është korporata energjetike e Kosovës. Keku është prodhuesi. Do të thonë Keku i ka dy termocentrale. Kena një Kosovën A edhe Kosovën B. Kosova A i ka 5 bloqe që prodhon energji. 3 janë funksion, 2 janë. Kosova B e ka 2 bloqe, B1 edhe B2. Pra, shumica, afër 90% e energjisë që prodhohet në Kosovë, bëhet prej këtyre 2 termocentraleve të stërvjetrume. Që këta në parim ish dashur moti me hec ka shtëpia, po nuk kena metoda tjera që me gjeneru energji. Pra, Keku çka ka? Prodhuesi. Tash vjen kosti. Kosti është operatori i sistemit transmisionit. Domethënë, çka bën ky? Ky qytet energjinë po thojmë kështu tamam e shpërndan për qytete. Ato ai keni po ato linjat e mëdha? Tensionit nol. Çato janë të kostit. Kosti i menaxhon linjat e tensionit. 110 kV, 220 edhe 400 kV. Që mi prek ato asnjë qelizme tjetër. Nuk tjetë, jo, pa diskutim nuk tjetë. Mandej kena Kecin. Keci është operatori i sistemës shpërndarjes. Pra Keci çka ka detyrë me na pru që po thonë ana buk falësh rrymën në shtëpi, energjinë elektrike në shtëpi. Është sa që na i bën delivery. Çfarë na i bën neve në shtëpi. Domethënë që detyrë ka Keci. Po dhe çka është një problem që na gjithë krejtë thonë na, domethënë, po shkoj ta paguaj Kecin. Ai përdorim çfarë si shprehje. Në parim na nuk e paguajmë Kecin, po e paguajmë Keskon. Se furnitori i energjisë elektrike në Kosovë është Kesko. Pra Kesko çfarë detyre paska? Faturimin e energjisë. Faturat e energjisë elektrike ndalë shkruan Kesko. Domethënë ajo është faturimi. Tash çfarë niveli të tensionit punon Keci? Keci ka 0.4 kV ose tensionin e ulët që njihet, që jena kryesisht shtëpiat, bizneset, po thonë ajo shumë të mëdha. Jena krejt kyçuna në 0.4 kV ose në 400 V. Mandej kena linjat e tensionit 10-20 edhe kena 35 kV. Çito linja i menaxhon Keci. Tash e kena edhe një institucion tjetër që është zyra rregullatorit të energjisë. E zyra rregullatorit të energjisë merret me krejt çka bëhen ligje, rregullativa, gjithçka që ka të bëjë me energjinë elektrike. Dhe jo vetëm merret zyra rregullatorit të energjisë. Tash ka është e jona. Keku po. Kosti po. Keci është e privatizuar. Kesko po ashtu, ndërsa zyra rregullatorit të energjisë normal po dihet që është. Parim, nështë keni një për tregun e lirë të energjisë. Dullën zëroja me një informat që bizneset cilat konsumojnë fakt. Bizneset që i kanë mbi 50 punëtor edhe bizneset që kanë qarkullim mbi 10 milion euro me kalu automatikisht në treg të lirë të energjisë. Edhe boqa e zhurma shumë e madhe. Çka nënkupton që kjo tregu i lirë i energjisë? Kjo nënkupton që ti si blerës mundesh mos me ble energjinë prej Keskos, me ble prej furnitorëve të ndryshëm të cilët janë të autorizuar zërej. Mundesh me zgjedh vet. Domethënë është kjo, si me thonë, po vitit tim fal sa më mashet energjinë elektrike, okay, në rregull edhe bëhet kontrata. Që kjo ndodhi tepër shpejt a u bë mirë, a u bë keq, dikujt i ra mirë, dikujt i ra keq, mandej varet prej perspektivës tjetër, po që po mundet mu bë ndryshimi i kompanisë të cilën e merr energjinë, po jo për neve, jo për konsumatorët familjar, edhe jo për bizneset nër 50 punëtorë dhe në qarkullim nër 10 milion euro. Fajt, na si konsumatori na t'rregullon për zyres rregullatorit të energjisë. Çka do të thotë që kjo tregu i lirë i energjisë, që çmimi i energjisë elektrike nuk do me thonë që e kanë sikur na çu e kemi. Okej? Këta paguajnë çmime më ndryshe të energjisë elektrike. E rrjedhimisht dihet që parafërsisht normal që paguajnë më shtrejt. Për këta, çmimin e energjisë elektrike e negociojnë me kompaninë cilën e blejnë energjinë elektrike. Na jemi të rregulluar si konsumator. Prej kujt? Zyres rregullatorit të energjisë, këta kanë ardhur me çmime të caktuara, ka thonë për shtëpia për shembull na, që jena në grupin tarifor 4
1/02, objektet rezidenciale, na çmimin e energjisë elektrike e kemi 9 cent, diku 9 cent. Tarifën e lartë, mandej kemi edhe blok tarifat i kema, që nëse te kalohet 800 kWh, faturohemi me çmim tjetër të energjisë elektrike. Shkon diku 15 cent çmimi i kilowattit-orë. Krejt këto çmime që për neve që jena si konsumator rezidencial janë të rregulluar përmes zyrës rregullatorit të energjisë. Edhe na patjetër duhemi me marrë energjinë elektrike prej Keskos, me ble. E përmendë pak më herët që është e pamundur me i ik ngritjes së çmimeve të energjisë elektrike. Pse? Pse? Tash e kallzojmë pse. Na qysh e cekëm paraprakisht që jemi shtet që nuk muim krejt vet me mbulu konsumin e energjisë. Sa shkon konsumi dimrit gane? A keni pa në për media që thot mriti konsumi energjisë elektrike dikon 1.6 GWh. E na sa mujna me prodhu me termocentrale? 800, 900, ajde maksimumi jena të fol. A peshojmë që është një vlerë kogja që duhet, domethënë na e kena mungesë. Nuk po mujna me mbulu konsumin ton. Çka ndodh tash? Që ta na dumi me ble dikon. Apo? Energjinë që e blena prej kekut është një energji shumë jashtëzakonisht e lirë. Po thojmë dikun 30 euro është megavati orë. Tash kur dojna na me importu qit energji. Sa janë çmimet? Hajde dimnit po sillëm, ka pas rast kur çmimi për megavat orë ka shku dikon 700 euro. Ka pas rast. Do më thonë, çmimi burs, vlerit, cilët, ndryshe. Ka rast që bjen 100 euro, 70 euro, 50 euro, do më thonë, a i ndryshon. Po piku, kur neve na duhet gjithë energjia elektrike është e shtrejt. Qashtu. E tash, logjikisht, a kena na mundësi tjetër për pos se me shtrejtu ose me bo rritjen e çmimit të energjisë elektrike, se dikush duhet me mbulu qit kostën e importit, apo? Çka do më thonë tash kjo? E kena të pashmangshme rritjen e çmimit të energjisë. Tjetra është të faktin. Shumica kanë kalu prej ngrohjes që shokon këtu në herë sa mirë me dru e me pelet, këna kalu ngrohje si zotni, me kalldoja elektrike. E tash që kjo e rëndon shumë konsumin, apo? Edhe tash si rridhoj çka po ndodh, po është një konsum të cilin na nuk po mujna me mbulu, cilin po duhet me ble. A pritet ndonjëherë në të ardhmen që përmes këtyre parqeve të bukura të paneleve solare me u zgjidh çështja e prodhimit të energjisë elektrike dhe me qenë natë zot e shtëpisë tonë mos me pas nevojë me ble, masive që kena edhe mundësinë e erës edhe mundësinë e diellit? Po, veç me një të ardhmë të afërt, kogja të largët. Për shkak që aktualisht rrjeti elektrik energjetik Kosovë është aktualisht po thojmë e pamundur me integru krejt çdo burime të ripërtëreshme të energjisë që janë plan. Duhemi pak me modernizu, pak me rregullu, me heshu, në mënyrë që me mujt me adaptu krejt çto edhe me fitu, s'po thojmë pavarësi energjetike, po me e ul ndjeshëm importin e energjisë elektrike. Unë po shpresoj shumë që kena me mri. Po shpresoj edhe. Fakti që e kemi inxhinierën tonë të dashur, që është në top 20 që në inxhinierëve në botë për këtë çështje, ish dashur më nai lehtësu. Shpresojmë se po. Kushtet me marrë çmime, punë do të më bëjë. Vazhdo puno, mushë Kosovën me çështje panele solare. Shpresojmë. A kemi na i dhënë një dhuratë me çu te televizioni ka të shkojmë një panel solar. Po, kismet. Veç do të vëni çse më javën se s'më shfrytëzoni tani. Gent tash apo na flet pak për sukseset e tua. A ke prit ndonjëherë që kime u vlerësu që ka shumë? E para. E dyta, se më the që Amerikanët kanë nominu, edhe e dyta që kime mri me bo që ka shumë punë, që ka shumë sukses kime mri, kur i ke fillu studimet. Se të pakta janë qikat që shkojnë me studiu në fakultet teknik. Është i vështirë si fakultet, po dyqysh ma shumë është i... Teknik. Po, tek që shëgojnë. Po, djemë. Bile ka shumë hajgare që thojnë për neve qikave teknikës. Zashta i keni një. Okej, po menoj... Kime e kalëgju në hajgare. Në hajgare i të regojnë. Momenti kur kom fillu gane me studiu, e kom ditë që nuk kom u fokusu veç në kompjuter. Se nuk është parimi inxhinierit më fokusu në kompjuter, po në projekte reale teknike. Eksperiencën që e kom bo në sisteme solare, se gati po mbo 10 vjet që punojnë që të fush, nuk e kam krejt prej Kosovës. Do thonë eksperiencën e kam internacionale. Pra mu ka dasht me punu me kompani internacionale. Për shkak që ata mi kanë dhënë praktikat më të mira, çysh me punu, çysh me dizajnu, çysh me projektu. Çysh ke mri me ron kontakt me ta? Përmes rrjetit social LinkedIn. I gjesha, i targetojsha pronarët e kompanive, ose drejtorët ekzekutiv, ose çka do qoftë që ju kanë në pozitat në alta në kompani, edhe ju kum shkru direkt. Do me thonë, nashta u qesha në nxes 500 njerëz ju shkruajsha pa marrë, për që aty në 500 njerëz dhe një ta ka kthy, apo që atë ditë. Për që aty një kemi fillu me punu me ta. Do me thonë, ma kanë dhënë mundësin, mas pari me më trajnu, ma ndej me vazhdu me punu me ta në projektim të sistemeve solare. Kështu që eksperiencën që e kum bo përmes kompanive të huaja. Ta shka u kon idea. Nuk u kon idea unë me bo eksperiencë me ata dhe me najt atje. Se faktu në kur nuk u jetu jashtë vendit, se nuk më kalon ana jam. Ma mes më kalon me dal kur jashtë vendit. Këtë eksperiencën e kum bo tu kon Kosovë. Edhe ta shka kum bo. E mësojsha një mësim atje dhe sha adaptojsha këto. Edhe e disha që mi adaptu krejt qëto,
qoftë, tu punu për dikon është problematike, se jo gjithmonë e ki mundësinë me bo eksperimente ndryshme. Mandej e çela kompaninë teme dhe thash, po rrezikoj, po provoj ta kçyri çto sene, çka pikam, në menja mi bo vet. Edhe që shto janë nisi si Ideal Fasolari, janë nisi me bo projekte, u fokusum jo në projekte të vogla, po në projekte pak më të mëdha me fillim, edhe tani filloj që shto, që po thonë me nis me bo emën, referencës, edhe janë nisën me njoft njerëz që bëj çet punë, edhe janë nisën me kontaktu më shumë. Mandej në 2024 të ndrova me shku në Amerikë. Domethënë kena shku përmes një delegacioni të shtetit, edhe atje ke panajiri, është një panajir shumë i madh i energjisë solare konkretisht. Edhe atje nuk di ku na i kum ransy. Kompanive atje dikush, edhe më ka nominu, sa aty normal nominohesh mas pari mandej zgjedhësh. Po sigurisht ka pas edhe kritere për nominim. Jo patjetër. Jo patjetër. Pse të kanë zgjedhur bashkë? Nuk e di. Çka ke pas veçan? Qëro, nashta se natyrë jam pak më e gjallë. Nuk jam, po mënoj, nuk jam natyrë introverte, po jam shumë ekstroverte. Edhe ta lën për shtypin e inxhinierit, po fiks, ti fik. Nuk ka pas sociolog, psikolog. Diçka i shkencave shoqërore. E fiks, domethënë dikujt ai kum rënë sy edhe më ka nominu. Edhe merr mu email agone, tha më shkruan se aty ka nominimi për 100 gradë më të suksesshëm fushën e energjisë, edhe në top 20 shep energjisë solare mandej. Ti ke hinë të dyja. Të dyat. Domethënë jam top 100 gradë më të suksesshëm në krejt botën, fushën e energjisë ripërtretshme dhe jam top 20 shep solar. Kur e mora informatën me email, ma dërguan, edhe unë mendova që po bëjnë hajgare dikush pi stafit. Peshoj emailën thash se gjithë bëjnë hajgare, unë gjithë ja bëj, s'po ma dini vlerën, ata thonë veç 100 më ka të mungon. Kur pesho institucionin, e poshtë që është kredibile, më njëherë verifikova, patjetër kesh vetë nominume. Mandej ata më treguan thanë, mund është mos gjedhë edhe se mos gjedhë, tash ishte periudha pritse, edhe mas një 3 muaje tjerë, çashtu diçka, po vjen informata, po vjen emaila, congratulations, avden je zgjedh çështo edhe më shmeta. Edhe tha po të ftojna me marr çmimin në New York ku kona. Atëherë unë sa më thonë pa ta kthy pi Amerikës, më thirrën me shku me marr çmimin në Amerikë direkt, fat keq se s'mujta me shku me marr direkt atje, po e pranova këtu në Kosovë. Jo bin çmimet. Po të lutem shumë. Besh jam në çmime jo. Kështu që kjo kon mënyra qysh mandej u pata zgjedh si njëna prej grave më të suksesshme. A je ballafaqur me sfida ndonjëherë? Sfida po. A je rrezu ndonjëherë? Që mëson me njerëzit që sukseset vinë edhe i Qëre dështime kum pas, po më rëzu si jam rëzu. Domethënë veç ke zonë thu. Kum zonë thu, po nuk jam rëzu. Domethënë dështime kum pas. Në fakt, po cilat normal unë nuk besoj që ka një dështim që s'ka zgjidhje. Edhe që s'është një përvojë mirë. Çashtu. Po vetë dosh me kon çasi natyre e njerit që jo mu panikov. Se kur panikohesh trunit pushon edhe s'dën me gjetë zgjidhjen adekuate. Apo? Kështu që në çat proporcion, kum shku që kur s'është që kum paniku për diçka, po kum tentu me gjetë zgjidhjen më të lehtë për me e zgjidh çat problem. Ndoshta kisha më cek njërin pe sfidave të para që kum pas, po them sfidave, është probleme. Soja pa tanis me punu me një kompani private në Kosovë. So pa ta bëj inxhinier. Edhe unë prapë po them, ka një herë i tutna që ti guximi tem që e kam. Po shkoj pi them pronarit kompanisë, thash apo hina me çit projekt. Ai ishte projekt natë kohë, jena të fol shumë para një 10 vjet nashta i ka, jo mbi 10 që atë, thash apo shkona pe marrëm çit projekt. Edhe ma buni tha, so shekë na një eksperiencë për çka projekt ma. Para mëno unë sa kum diplomu. Projektet e para në Kosovë solarishin. Edhe po ma bën tha, ani tha, nëse ta merrmenja që mundesh me kry, tha, pihim. I henëm e kontraktum vet krejt gane jo marr me çit sen. I kum pas 25 vjet. Natë kohë ka kushtu afër në sa 100.000 euro. Jam të vol 25 vjet i kum pas. Na shtashyre për me fol për eksperjenca ndërkombëtare të tjerë, bën shumë më shumë. Ke kështu trahuna të zemrës a diçka. Se ku menu. Nuk e ku menu. Se veç enali nuk është që i tjerë senet shumë fort kështu. Kur t'ja nisë edhe mi menu çi ky sen. 25 vjeçare me Qitash, thom se kisha bo. Gjuni projekt edhe me kosto gjatë lart, po edhe plus me përvojë jo çaq të madhe. Hiç kum pas përvojë. Hiç kum pas. Nga çka ka ndodhur. Bëhet sistemi solar, montohet edhe montohen invertora. Edhe tash vjen puna më shumë në rrym invertora. Do të thonë më hin burim invertora. Edhe këta kanë një zhurmë që e bojnë pip kur fillojnë me punu. U kry krejt sistemi. Na ket gëzum që u montuan panelat e po shkojnë atash në mënyrë ceremoniale pelshojnë në punë. Ajo zhurmë as po nihet. Metëm. Kishe kënaj kësh pështë të kjerit? Ngam, edhe po më këshiraj pronari kompanisë kështë qa ka ndodhë. Unë haber s'kisha qa të ndodhë. Edhe po bën ky pronari investitori. Tha, tha, kena problem me tension. Thash, sa volt e keni tensioni? Tha, shka 150 volt. Invertori sta ston me 200 volt. Do me thonë, krejt, problem te primas, do me thonë, krejt sistemi solar shkon hoq. Edhe unë pithiri qëta që punajshën atë ku. Thash, oj që të probleme kom që shme bu. Tha, ke marrë qatë projekta? Tha, po na për qita si kena hiq ati projektit. Aj, zot, tja sa mu tute, mu paniku e tënat krejt bashk edhe. Po fati mirë që pronari kompanisë ku kum punu nuk u kum person që të ka bu presion. Fati jam i mirë. Se kena me gjetë një zgjidhje, kena me gjetë, se këtë ke fundit, i hekum i shesëm tjetër kon, i montojmë tjetër kon. Edhe vazhdum që të form, edhe thash po, kush i bën zgjidhjet mas shpejta? Kur kum sun teknik, mësesha me indian. Edhe tani çka ku boj ku shru indianve? Ekspertave indian i gjesha, qysh me zgjidh çit problem, qysh me bo çta, se janë nisi dhe shime ra. Nuk janë, hajde shu. Nuk janë shija lëtët e mi. Pjave thash
qysh verizi, se kuptojsh, normal fosh shumë anglisht dhe në mendje kuptojsh ato të fol, se na e dina indian që folin. Shko te invertori, tha unë të kallëdoj çfarë kode mi dhon invertorit. Edhe krejt këtë shërbim ta dhoke kështu prej. Jo, pi shtëpisë jo. Jo, të lutem shumë, ja pi shtëpisë jo. Po mënoj shumë me çmime normal si indian që shpunojnë. Edhe tash unë tuta me gëzu pronorin e kompanisë me apo hajde direkt se mdoket tek në thash kujt të testoj. E morëm teknikën, edhe tham hajde të shkojmë tek qyrim çysh po ndezën çata. Po më kallzon kë preket çto, jepja çet. Edhe gone veç kur ja kena një zhurmë, pip që filloj më dhezë invertori. Do thonë, gati një muaj e gjys, ka shku se s'di ke çka po ndodh, edhe u zgjidh çaj problem. Për me ditë me prek do dugme. Do dugme po qërtash, a di si ajo puna që është i kallzojnë qashto. Nuk është ideja të çikigje, po ku me ditë. Edhe ata, pi eksperiencës na kallzon se çush me zgjidh sa probleme, sot asaj dite, që ky problem Kosovë zgjidhet çet fort. Fal Gentës që ja fal indianit. Mi përdor krejt mundësit në favor të profesionit vetë edhe të vendit vetë. Gjenda kjedhe naj diçka tjetër me na thonë të mirë për shikusit. Për një me kësha pas qef me pa ma shumë vajza dhe gra qëtë industri, sidomos tash që është shumë lehtë e qasshme, shumë lehtë me studiu, shumë lehtë me punu, për shkak që ka shumë vendet punës qëtë industri, është një industri në rritje, që na vetë sa ja kena nis. Edhe tash urtësia tjetër e realizimit kësaj historie është që jemi në kohën kur studentët orientohen për studime. Kështu që po besoj që mundet me u bo shkak që na i vajzë me fillu me studiun këtë fushë. Patjetër. A bëhet kushtimisht më trit kanë qef më bo bosat punës vetë. Kanë qef edhe lehtë me arte parja. Parja vjen lehtë kur je aset për diçka. Sa është vështirë më u bo aset për çet profesion. Duhesh me punu shumë gjatë me shumë pak pare, me thonë taman, për shkak që duhesh me ndjek pratika ndryshme, duhesh me ndjek internshipa, duhesh më angazhu me gjetë një mentor, po thojnë ana, një person që është në pozitë saktume që mundet me të ndihmu, për shkak që një person që e ka mri me një pozitë. A i din ka me të kallëzu që to rrugë bën, që to rrugë zbën, që kënej fokuso, që kënej mos u fokuso. Sidomos tash me një periudhë gane që inteligjenca artificiale është të i marrë shumicën e profesioneve, apo që to profesione teknike që to sun na i marrin. E fatmirësisht në Kosovë, shoqënia jonë është shumë shoqëni supportuese. Si gratë, po njëjtë edhe burrat. Bile ma shumë burrat. Në eksperiencën tem ndërmarrësi edhe në inxhinieri, suportin më të madh e ku marr prej burrave të sektorit. Jo çush e ku menu veten, se na gjithë e na i din që kena me na udosht me luftu me nxum vendin ton, no, që ky sen mos më ka ndodhur. Unë jam kon totalisht e privilegjuar. Ku më shku me një takim, më kanë ult parën. Ku më shku me një konferencë, ku më fole para. Jo dhon mendimet, më kanë dhon përparësi. Kush e ka bu qëto? Shoqënia jonë, edhe burrat. Pro, pse me kriju në kry idetë cilat jo gjithë zojnë ven. S'po thëm që është përgjithsume ndodhë, ka dhe raste tjera. Po unë po foli veç për praktikat e mia, edhe për eksperiencën Sa është vështirë me e përfundu fakultetin e inxhinierisë? A tu ka dasht me studiu shumë, me lexu shumë? Është një fjalë që thonë anë teknik. Përkushtu shumë, se qyre do se në janë pak edhe me të lindën. Gjinshmëria është të lindën. Po janë edhe çështje që pa ul karrikën nuk mundesh me mritë në rezultate të caktuar. Feksun kur na kun teknikë kena pas në shprehje gane thot teknikun ose e lën në gjys ose të lën në gjys. Domethënë kjo vetë ka thënë që sa është i vështirë. Në fakt më kallzu realiste, fakulteti ka zgjuar 3 vjet, po unë e kam kry për 6 vjet. Domethënë nuk është që e kum arrit me kry na fat rekord për shkak që të njëjtën kohë paralel kum punu. Domethënë nuk e kum pas luk se unë veç me u arsimu. Njëjtën kohë paralel kum punu edhe jo arsimu, edhe periudha e studimeve më ka zgjuar pak më tepër se ç'i është dashur. Ke punu në profesion të inxhinierisë apo diçka? Në energji kum punu kryesisht, po kjo ta ka ekstra mundësin për me mendun qatë fush, po menoj është vështirë me kry, po ju e paretshëm. Normal që duhet me u fokusu edhe me u koncentru edhe mi dhon prioritet studimeve. Sidomos sa jeri. Megjithëse ata që e përfundojnë nuk presin për një vend punës, që ndodh në fakultete tjera. Bilena kompani që në Kosovë shtyhom kush kam për marrë më shpejt. Se kemi një nevojë jashtëzakonisht madhe për inxhinier. E studenta apo po merrni? Studentat fillimisht kalojnë në periudhën e internshipit, praktikës. Mas praktikës, po thojmë 99% krejt punësojnë në kompani. Se është një kërkesë jashtëzakonisht e madhe. Nëse jo në Kosovë, mujmë në punu online, këtë puna jep shumë të mirë kompjuterit, përmes kompjuterit mundesh me bu projekte të ndryshme. Mjafton me pas djenin, eksperiencën çush me dizajnu edhe me projektu. Edhe mundesh me gjetë mundësi jashtëzakonisht mëdha edhe jashtë kufive. Çka presim diçka tjetër prej Gentës në të ardhmen? Tash ose cilat janë ato plane që tash përpos që jena të marrë me energji solare, është diçka e re që jena të dashur me inkuadru në kompani edhe në përgjithësi kështu është integrimin e baterive, sistemeve për rujtjen e energjisë. Tash jemi tu trajnuar komplet
se çysh mi boq ato, jo baterive të vogla, po dizajnimin edhe projektimin e inkuadrimit baterive të mëdha, sidomos në plantacione solare. Për shkak që në Evropë që tash janë të bëu kogja do probleme të mëdha, është të dashur me i largu prej operimit panelet solare për shkak që po shkaktojnë probleme, sidomos në rrjetin elektrik. E çato mos me u hup energjia, patjetër duhet me u rujt në bateri. Kështu që për mi dizajnu çito projekte tash jemi të mësu, edhe të dashur çat teknologji çush është u bë tash jashtë vendit me pru këto. Me rujt energjinë për bateria. Janë të çtokuria zoja. Unë të falenderoj shumë. Për më ke shumë knaqësi, Zotit shpërbleft që ke ndo kohën, në orë prej Prishtinës bashk deri në këtë fshat të Pejës, edhe me realizu intervistën, po edhe me kalu momentet mira. Faleminderit, knaqësi shumë e madhe, edhe shpresoj që kena mi u prit me naj projekt tjetër të madh, me naj intervist tjetër. Bile, jo që realizum intervistë dashur shikus, po realizum me bereqet. Sa olëm, filloj edhe shumë vera. Unë i falenderoj të gjithë që ndajtën kohën më na shiku, të shpresu që gjithmonë me qenë prej atyre njerëzve që me promovu diçka të mirë, diçka të bukur, që njerëzit kur e ndojnë kohën me të shikua, me të dëgju, edhe me përfitu diçka. Faleminderit. Faleminderit.